Fermer dhe blektor nga Lushnja, Fieri dhe Berati kanë bllokuar ditën e sotme rrugën Lushnjë-Fier. Ata kanë derdhur në mes të rrugës prodhimet e tyre si shenjë proteste duke kundërshtuar ndryshimin e rimbursimit të TVSH-s për agropërpunuesit. Në vendin e protestës ka patur forca të shumta policie që janë përpjekur të largojnë nga rruga fermerët, të cilët bllokuan qarkullimin e automjeteve. Ata kërkojnë uljen e TVSH-s, pasi sipas tyre po detyrohen të marrin kredi, ndërsa prodhimin po e hedhin në plehra. Ka marrë 70 ylim tokë. Në ato 70 ylim tokë merr 14 kuintal plera organike. Ashtu me fjalë plera që thot ministri. Në ato 14 kuintal plera që merr ajo, i pagon në vit për shembull e zem tek të shumtë më marrim 30.000 lekë ose 300.000 lekë vjetra. Kurse me këtë, aguan i bje 30.000 lekë në ditë humbje. Për qumsh, ne po kërkisëm sot për qumsh, shteti na kërkon një tarif të rreth 70 deri 100 lekë zbritje. Ne fermer, me këtë tarif që do na kërkon shteti, ne mbarojmë, jemi të falimentuar. Jemi të falimentuar, ne po mbijetojmë me banka me kredira. 330 gram ujë, dan 500 lekë, 1 litër qumësh, dan 350 lekë. Sipas nuk po e dalim dot. Ndërkohë që prej 2 ditësh grumbulluesit nuk kanë mbledhur qumshin e fermerëve duke çuar në falimentimin e tyre me qëllim anulimin e skemës së re të tatimit, që nga 1 janari me ligj norma e kompensimit të prodhuesve buqësor nga 20% është ulur në 6%, ndërsa agropërpunuesit duhet që diferencën prej 14% të derdhin në buxhetin e shtetit. Këta të fundit kanë paralajmëruar se për të mos falimentuar, këtë diferencë do ta sigurojnë duke u marrë fermerëve prodhimin me çmim më të lirë.